ecën shumë shpejt. Nuk merren ma gratë me njëna tjetër. Thëshe po plakëm. Gratë janë, ata gratë që merren me njëna tjetrën, ata duhen më marrë mas pari me veten. A gratë të cilat e përkrajnë shoqen, mirë se vinin për qafimin. Medlin Albright e ka një thonje, thët, egziston një vendi posaçëm në ferë për gratë që si mbështesin gratë. E këta shte, po e përmbyllim këtë pjesën me Sasën. Unë personalisht Sasën e shmoj edhe jakum adhuru guximin që e ka bo. I dëshirojmë vazhdimësi shëndet dhe shumë suksese në jetë për me kalu të dëbëmat e fundit të Big Brotherit. Qarjet e fundit, Big Brotheri për çdo ditë, do me thonë, spektakël për naturan. Eliona po delë çdo ditë në qendër, histori e rënd, publiku i ndarë, pyetja, apo ndërhyn në qifte, apo po mbjeton në loj? A e s'ka loj tjetër, për menaj, Eliona... Apo thu që është strategji me ndërhyn qifte Elionës? Po s'ka shka me bo tjetër. Unë nuk besoj që ka dikon që mundët me dashuru aty, edhe pse dishka ka njësë shumë u bosi për puthën, s'ka një Big Brother për mu dashuru. Ke qifte? Për bis, po... Unë se di qëfar lojë tjetër mundët a me afru. S'po du me për ullë, është një qikë shumë e meqme, shumë e bukur, të natë mirat, po nuk, si e re që është nuk ka qa me tregu tjetër. Nështë që ato e ka zgjithë si mënyrë të lojës tjetër. Me ronë sy ka pak. Me marrë vëmendje. Lyra, apo menon që pembron publiku për shkak të rastit, për shes si kur viktim, apo po pe favorizon publiku e ka po veç një rast. Disa rastet të tjera publiku nuk i ka po. Disa njerëz i din, disa nuk i din. Është e vërtet që po kjo qika është largu, po mandej publiku nuk përdin qka ka bo me 14 vjet, me 15 vjet. Une qka nuk më ka pëlqy sene i vetëm kryesor të Eliona është që hala mirët me një qik 18 vjeqe, që është rrit jashtë, me pas tem diskutime, unë nuk jam qik që dalë në diskoteka. A përdin shfar... Po, që mas pari, di ka dalë video që u ka në diskotek, po edhe nëse u ka në diskotek, qka ka lidhe, pësa du me bo pa tjetër senet këshia njerë që shkojnë diskoteka. Apo menon që e kam pregadit shpis për qitë punë. I kam thonë edhe me shku në diskotek qka bohët. Qka Kjo bohët. është sindromi i vajzave diasporës. Kjo është sindromi i vajzave diasporës në përgjithësi, që mendojnë që duhet me u kallëzu kur të vinë Kosovë, mu kallëzu që ata janë të mira. Po janë qika të shpis. Kjo është sindromi i të gjitha vajzave që vinë të diasporës. Po nëse delë në disko, nuk je qik me keq. Absolut. Edhe plus gjitha jo estradë që performon diasporën, e zbesoj që ata performojnë për kërkan heq aty, aty del dikush mi po. Djellëzia e Elionës me atë mosh? Pa këm karonë sy edhe mu. Jeta e ka bo qashtë. Ajo shumë vonë e ka humbë nanën, dhe më thënë është viti fundit kur e ka humbë nanën. Po, ama qysh e ka spjegu po... Para disa vjetë me një aksident. Qysh e ka spjegu historim për një me ka pas jetë shumë shtirë prej fillimet. 2 vjetë janë po. Shumë pak kohë kur aja ka... Ati goni kjo ka jetu në foster home, dhe më thonë shpe adoptuse. Ka ditë, ka qenë qaq e vëmendshme. Po vetëm aja po fletë me do intriga, që i takojnë mentalitetit kosovar, nuk është fare që ka mujtë mi mësu për Gjermanëve ata gjana, jo malëshoj dorën. Po kjo vetë ka të regu që s'ka najtë me Gjerman atja heq, Antigonë. A përdin, jo malëshoj dorën, jo malqove dorën, jo pëse ke Benita Mazdere, jo pëse... Janë disa gjana që të qudisin, për një vajzë 18 vjeqare, unë e kam vajzën 23, ajo jemja budal, po mdo këtë kur për këqyri Elionën. Po, është. Arbresh. Naive, ndreqe pak. Arbresh, që shpo do këtë që kjo qetësia, që kjo ekuilibri që po e runë Eliona, që po përgjigjet edhe në situata shumë të sikletshme, përgjigjet me shumë qetësi, din me qik pitaktit me shumë qetësi. Qëto kështë në kalume punë e karakterit, kjo mundet me qenë e qetë, për nuk dhe thotë që nuk ka strategji. Do shta e mendon që qështo, të e marë materialin të observu, të provokua, të ku duhet, të ndërhy, mendon me pas shpërthimet e veta, gjatë rukëtimit. Do më thonë, një gjithkosh rasisht i bon këto kalkulimit, me pas dhe pa kalkulim. Ta shumë nuk po e di dhe rikua e ka kapacitin e kalkulimit, me gjitha të, a e po e merë për mendjen, si shta dhe Gjeki, po bon pak me lmesa, mes dy njerëzë kur po afron, pra nuk po që nuk pe ka të qarë se që ka duhet me bo. Nuk është që pa djallëzuar të pak të. A ka Gjeki... Oke, falë, vazhdo Gjera. Une për shambull që the, a po hen mes qifte, vë unë aty asë nuk shoh qifte. Ka qifte.
Ka dy njerës që rrim pak ma shumë me njëri tjetrin, po qifte nuk ka. Mirë, lyra, atër është tendencë me shku ka qifti. Edi e dolqet. Edi e dolqet kur s'kanë u bo qeft. Ata mujnë që aty me u bo, dolqes nuk i pëlqen edi. Sidomos prej që u këthy dolqe prej... E ka bo një farë bisede si ka dole pa ka thonë, apo menoni që unë për një me jam i dashurum, shto ka bo në dolqena, dhe me ke kom loj, kështu që unë po pa shku pajtona me lyra. Unë menoj që qëto e boni masi që e pa që dolqeja kur u këthy nuk e formati edin heq, edon, që shpe Apo quna jo. menoni që edo për një mend ka vujt, Jo, s'ka vujt, ama edo si pëlqen, si fiziko si pëlqen shumë. shumë. Tendenca për mu bo një qift, për me thonë ti, hajde pilojmë rahat, nuk pingucim. Mjaftushe mosh nëse i shef që po rrim pak ma shumë bashkë. Nuk duhen bashkë me vu kunur në Big Brother që mas minguc, mas e... Po, ama se cili qift ka njerës që këqyrin pak me ju afru që aty. Se cili qift janë tre, apo? Jo, po thome, ka një person, nëse një qift janë me një bubble, që shto gjithë ka njerës që kanë qef me u afru pak edhe me prish pak harmoninë. Ekziston një teori që se cili qift janë tre në fakt. Ekziston, edhe unë besoj në qatë teori. Masive që e hapëm temën e dolqës edhe te ditë qysh ju dok strategjia e ditlindjes së dolqës ku ke i tiri vetëm 10 persona, sa zgjoj... Po bo mirë, pëse mi thirë njerës që nuk i danë, diqysh, me njerës që nuk i danë, më nësh me punu, më nësh me pas diçka tjetër, po jo me... Sa ka me dëmtu në vazhdimësi dolqën? Pas ka ik. Shqyqyrë që po ndodhin pak si sene, edhe pak nështa po në gjallën, pak, se u vetëm të thonë s'po bojnë debate, po për një me nuk po bojnë debate, veç që shto te po më pëlqen, jo po të pëlqen, jo kjo për najën mes, kur që s'po ka tjetër. Po thomë i shola bile që kjo janis edhe mbrana shoqnive dhe mbrana krejtë klikave, ose qysh me ju thonë aliancave që pi bojnë manan, është pak në gjallën, pak ndodhë diçka se është shumë dekt. Mu sikur po mdokët që dolqe masi që është këthy prej Grande Fratelli, se më kanë thonë me thonë Fratelli. Fratello. Jo, Eda më ka thonë Fratelli, me thonë. Shtë ta shko me vazhda. Eda, të duam. La trego me vojsa. Mu po mdokët ma eftar. Ma e tërhjekëm për Ede. Edhe ma e qitë. Ma e qitë është veç, sikur e kam ri atë qëlimin që ka dosht edhe ta shdi se po më hapë qasi energjie që si najta, snajta, unë e mriva... Rikëthimi saj s'ke i boj shumë. S'ke që i boj shumë, absolut. Që shpesha lyrë ti konkretisht? Zakonisht, kur largohësh pak prej një veni edhe për një me veç dul që ashtu dul me loj, nuk dul me të vërtet, që është normal i ka thonë vlau i madhë, po u këthy edhe, se di, menoj që kam u këthy bashkë që ashtu në venin e njëjtë që ka pas, po kalun gati 2 java, po, dhe dhe 2 javë, sa u bo. Unë po flasë edhe në raport me Edin, ape vërin që edhe me Edin është pak si eftofme ndolë që pas rikëthimit. është shumë eftofme, se jo pak është shumë eftofme, edhe tash për që ata, qëre kjo janisi me bo pak me u rrit në big, për shkak që e pat një lidhje, e pke me Edin e nxefshin krejt, ndryshe prej shumicës këto, Edin e nxefshin krejt, nëse jo prej kurzo tjetër, prej edicionit të kalu, prej rastit me derën, u ledhë me to edhe me njëherë u bënën pak një farë power couple, një qefti i fuqis, me thonë. Edhe tani e la, populli e po që Edi po lufton për to, e majti që ato hejmën e po më pëlqene, shumë po mungon, kjo atje e dule dhe ju thaj ke krejtve, unë se kom kërkon, jam single, s'kom diçka kur gjo speciale atje, dhe mu për vete, prejme që të sem pak më dul prej qefet, se ndjesha dhe më shuri pak për Edi, nuk e di pëse. Gjeki, apo do këtë që Edi për një me që ato ditë sa ka qenë dollë që atje ka pas për një me që atë bujtje, a e ka lu na i loj, se mu zditë se ma ka për energjin që u koni dashurum. Po indiferent s'ka qenë edhe për bes, nuk e kisha gjiku asni mashkull, mos me qenë indiferent ndaj një femë në si dolqe. Po, feks. Sot lëndrimi, e thej ke dolqe sa po vjen të dajt e me e kom një darsën. Kall mi dojt. Dhez mi dojt, kall ma darsën. Dolqe s'kipse mës me dasht. Po, edhe si kur pesha, ape vreni edhe ju që edhe Edi është pak si ma i distancum. S'pedia të vujt, aso të edit situatën që ka të ndodh. Ma se nuk e dinaj që ka bu kjo në Grande Fratello, që a zhvilluat, e ka qatë kureshtjen, se Eda në tha Fratello. Se dy që shumë vujke, kur
nuk ke dollë që aty, a i vujke si shumë edhe kur u këthy, nuk e kom prit që ka me ngulfot dollë që për qafive dhe jeti, po edhe jeti për shumë. Ajo jo këto, me mos me ngulfot, a kuna i mungaj më shumë? Reakcioni i saj e dhonë që menojmë. Energjia, po thu, e dolçës lyrë, po menon që... Po, fiks shpo thot Gjeki se e vreti, në momentin kër u hi dolçe, thoj ke nalë në qëta shprojmin, sani maj bukur, maj miri hi në këto kësër e sani në bukur, po kjo që ka rike avdin krejt në emocione, po nuk është që jepke qehre shumë Edos, edhe pa tjetër që e vrinë, këse nuk e ka femnën e parë. Unë e po menoj që Edo shef dolçen pak ma shumë si trofej, se sa si dashnit vërtet. Dashnit vërtet për 3 javë ta sobën. Se ta unë e menoj, si të janë t'i kunë se është pak herët për 3 javë më po Romeo aj. Nëse do ta menojmë që ata latë që i ka bo ata po dhe se mas 3 ditve ka kajt për to. Palimin e teshave. Po kanë dhe njerin Big Brother së është. I ka bo për efekt kamerave. Intensiteti bre i vjenja dhe është ati maj malë. Ajo ka kuptu që qifti është i kërkum, ajo e ka studiu këtë lojë, dhe e din që qëfar do loj dashnije mrena i jep popularitet. Edi është djallë që po donë më boj famshëm. Ajo din që kë format ja prem të në cen, edhe... Edhe e kjena Luan horoskop? Qa ta merë menja? Edhe është i bukur si Luan. Atërë po kalojmë të dinamika tjetër Fjolla Morina. Senzacioni i radhës i Big Brotherit, të cilën unë personalisht po e adhuroj shumë, si lojtare, është kam pëlqen shumë. Se kom prit që vje dhe thëmë po më pëlqen Fjolla, veç më ka pëlqen. Edhe mu ekstrem shumë. Unë Fjollën e një dhe personalisht e di sa është drejt për drejt edhe di sa është pa perde kur të vjen puna me t'i thonë senet në rësy. Po qysh e pave ti që të përlabjen mes Fjollës edhe Shkurtës? Qërë mas pari Fjollën e një, frigohna që mundët me pas një eskalim gjendjes emocionale dhe s'kisha pas qef qaja më ndodhë, mas pak të i kishte vyt qaja. Fjolla i ka vyt shpis, zdi sa i vynë shpia Fjollës, dhe është, qësh me thonë, tensioni me saj Shkurtës është, jenë ato atësarimet brenda sojit, ato është shumë të ngjajshme. Apo duke që, sikur e shfrytëzoj Shkurta që aty rastin që kanë nominim, e pa qatë energjinë e Fjollës, e din karjerën e Fjollës edhe u kapë sikur me qëllim. Ato dyja janë shumë të ngjajshme edhe për që ato ka clashes. Janë ngjajshme me karakter dhe me synime, me shpërthime. Për që ato shumë ma zërë mundet me ndodhë për plasja Fjollës me dolçen, se me Shkurtën. Antigona, po me menojnë që është që shi ka thonë Fjolla Shkurtës që ti po e ki strategji që të viktimizimin e punën së vllaut vetë? Po. Apo mendojnë që Shkurta me të vërtet është e ka strategji që atë pjesë? Lutra, ose je karakteri fort ose nuk je. Nëse je karakteri fort, tonë na kena pas humbjet më dha dhe kena dhimbjet më dha një jetë. Edhe tash nuk duhet na gjdo moment me qa një moment caktum, qajme në momentin tjetër e qojmë gishtin, tash ose këne ose anej. Shkurta ka problem se Shkurta është bo shumë e famshme shumë shpejt. Edhe tash ajo fama, kur ka hy këtu janë tanë të famshëm. Tash ajo ka qenë e famshme vetë. Edhe qatë identitet e ka ngrit vetë, duke mos e pas për krahjen e kërkuj. Po nuk ka pas anëmiq. Edhe tu mos pas përvoj profesionale. Nuk ka pas anëmiq, se ti kur shkan debate televizive, anëmiq ti keq aty. Po thu që nuk mësu me kundështar tash me pas përbalë, që me pas këtë përgatitje psikologjike. Qashtu është, por se Fjolla ka këtë përvoj, edhe Fjolla... Si e pas pare, sa për atë punë? Po, sa për atë punë, po, unë e respektoj Fjollën për guximin, për guximin që e ka shprej vetën në shumë dimenzione. Unë nuk e du këtë pjesën e msheft, pjesës estradës tonë, kena njerës të cilët, kur nuk e di ma ka pas të dashur, as ka pas të dashur, i ka ba dikush atje 30-40 vjetë ose 50 vjetë, kur të dashur s'ka pas. Pe di për ka një t'i thonë. Edhe tash,
Pa marrë pasin, po du me Kam po thonë thotë se edhe unë po du me ditë, Po du edhe me lyra thonë po do me që- ditë. Unë më bëmë interesojnë punë dhe uja. Neve sot që na është interesojnë. interesant, mo populli nuk pehan qatë sena. Po që përna interesant me neve jeta private. Po Kam dojnë bre patët fjallë. Do njerës që Po dojnë originalitetin, apo din, nuk mund është të njëtën me njëtën vi me thonë. Fjollën e respektoj për këtë punë. Që shësha si karakter edhe si lojtare në bek, anti Nuk e fjollën? shoftë qëndrushme, edhe unë e kam frikën e eskalimit emocional, sepse aja është e brisht ala emocionalisht, edhe do të kësha dash që fjolla me qenë deri në fund aty, pëlqenë si karakter, është e drejt për drejt, është e sinqert 100%, edhe nga bim nëse e ka, është e sinqert. Fjolla nuk rrë. Lyr, a e ke vrejt që fitu të t'labi pak fjollës? Veç fjolla po mune frenon? Që po dalë dikosh edhe veç pak mjë të t'lobi. Noti, apo flasin për notin. Po, noti. Kujdes se gota me ujë. I bon lasëm fort kështu fjollës veç njerë për thot, noti, kujdes. A thua, din a i sam fjolla që pe ka Jo be veç fjolla është pak ma si personalitet, po, adin është pak ma e drejt për drejt, se dikush qëre, puna qifti i notit është mësu veç me sulmu. Në momentin që dikush ja këthen, mandej a fillon e përdor viktimizimin. Këto kena të bojnë që noti i beson ma shumë florës e tjerve. fjollës? Fjollës e tjerve. I beson? I beson. Në qëfar aspekti po thonë? Qfar dush? I beson, kur ti thot aja ke te pru, aja din që e ka te pru. okej. Po, okej, mire, bravo. është tu jap, do me thonë shaja po thu fjolla, që na le mere vitëm. Fjolla i ka thonë direkt, nuk ku po të qanë mushka, i ka thonë direkt. Okej, Po në shta me konaj qëtësot edhe me tjertë braj, badi hova, nuk është i pa përmirësushëm. Janë të jabo strategji për me hek piloja. E që shë patë edhe që të dinamikën e notit edhe të bijës, që të përleshjen e fundit. U knaqa me ta. Ja nisi si hajgare, tani bia diçka ofendoj. Bia e te pranë, bia me gjestet e saj, për një me, e te pranë nuk Ajo kom veç po. është e reklamuar Kja shtë thonë se kom po në i shqiptare tani më ronë men që është... biznisin e vetë edhe reklamot dukujen, me që ato gjeste. Kur gjë që a i ka bo notit, që a i vejke labit, këti djallit tri që ka hi. Që ajo pjesa që kalojnë ofendime, që ajo pjesa që kalojnë ofendime. Po, se mandej dollën që bashkë kjo pjesa është ku falem pak, jo po ma përmen nanën, jo kështu, po kjo i thejke gjithë qka i tha kësaj. Edhe kjo vë që aboni nana jote. E më duhet e foli edhe një farë fjale besha, e ke një ti me notin prit bre njëri që ta këthen dikosh pak. Po, e foli një farë fjale me bib, diçka. Me bib, pane, tash... Po thunë nërvoze momentit u kona. Po, adrët lojës që me bo. Që shpesha e te që të fërë... Gjithë ka arsytohet. Po, që të pjesën e përlamjës bijës edhe të notit? Nuk e kom djek, nuk e kom pas sekuens. Me gjitha të, e di që kjo vajzë për i provokon, për i tregon aftësit e veta, mandej ata është në mandat në tyre, si e pranojnë ose si e trajtojnë. Qërshi ambitor Që ka hi me bëlloj. Po, gjeki, që shpesha... Je që atë se pas na po, për labinoti unë zdi që shetë durojnë. Bage e kam pas një farë përplasje tashpër edhe kanë kalu deri në ofendime. Sot e kom po me lëndrimin edhe me këtë. Klodin është ta? Po, me Po, që Klodin. përlajtë njëre në fundit. Ajo është shumë i fështirë me treta, për ti më kalu në për lëkët. Jo, i shtirë, po është i patret shumë. Sot nuk e di, një 50 herë e ka përmen kullën e jasharajve sot. Se edhe unë jëmë shumë kurreshtare me ditë për çka ato e shtirë luftën në Big Brother që kënë jajtë. Dhe liria ka emër. Po, që ta në të dënë përgjishë në që Okej, apo përgjishë. Po du me pengu të gjeken. Fansi doktorve pot, edhe kauza faktikisht, edhe preta ta me votu. Ajo që i ka ndodhë këti që 2 herë, ky po përmen blirjet votave, për vetje, për stresin, kështu si shkara zi për shetë. Apo, a? Po, për besë. Qysh po tu në blirjet vota, në qëfar vota? A blerje? Votave, po. Nja 2 herë e kom një. Se për përmen lyrë që të jesën për një non-stop. Që e përmeni edhe Ka gjeke. përmen fjallën bash, Po konceptin. Kur ka qenë një nominim, edhe ja bonën pyetjen kom pe nominon, tha Klodin edhe lëndrimin. Arsyet, tha se ata kanë dash me mbo ushtar, e na familja jonë, na jena me Hashimin edhe me Kadrin, e këta nuk mujneve kur me na hup që na jena të ushtar tyne, ku e shtini njerim vetën lugav, kërkush nuk... Kjo po munohet se kjo me siguri që e ka vrejt, nëse nuk e donë një shpi e tërë, pa tjetër që nuk e donë asë publikon.
Ky e ka vrejt, edhe tash ky me meshe me shpirë do të me u mënu dikon me u kap të mi prek njerës në zemër pak të dosenet të ndishme, se ka njerës që për një me bojnë shumë mas Hashimit, Kadris, mas UQK-s, të me thonë këtë rast. Veç kjo është veç për mja u fitu simpatin që ty në njerëzve. Që me qatë strategjive pranaj. Nisa në di për të sigurt, lojez e le, disa njerëzve privatisht ju ka thonë, kur i kom mëri krejt shpinë kunder vetit, e kom di që i kom e mdasht publiku. E nisa në di për të sigurt që njerëz cilët vendosin me Big Brother, mas pari shkojnë të Luize, ose të dostat e ti, mi marë strategji. Kjo ljabe i ka afinitetin e Luizit, po se ka afinitetin, shumë e mundon, qeke në asë një variant. që kë e ka një që ata edhe po menon që... Se ka afinitetin e Luizit në asë një variant. Unë atë punë e di apë edin kë, që atë e o probleme. Nësaj menon që i ka afitit e tina, logikën e tina, që atë e o probleme. aurën e ti, me mësu shablon, nuk bëhet loja me shablon, do të me buru, edhe me kalkulu. Atë si kanë këtar, e që se kemi një kur të kënu, që me të thonë për ta? Labi... Antigon që shpeshet i komplet që t'ka stink. Labi nuk e njëf edhe personalisht. Edhe kështu, edhe për labin, po du edhe përgjësi për banorët. Po, për labin po du me fol. Labi ka munges inteligence, aje menon që aje din që publiku nuk e ka qitë ma pak të preferuar, se kishte mujt medaljave në kalume, kena pas votime kur o pytja cili është ma pak i preferuari, aje ka pa veten që është diku, aje ka një vot të sigurume, sigurisht nga shok të miqt edhe bashkëpunëtor të vetë, të mjaftushme për me mujt me shku edhe një periudhë kohë. Mirë po, loja e Labit është e te i kalume, edhe loja e Luizit është e te i kalume, për këtë shekull, për këtë situatë në të cilën jemi. Cila me nën që është loj e kaluar, së pas të shekull, më falë se për shekullin gabim, po për këtë situatë që jemi të thona, për këtë moment më falë, e përdora gabim, na falë një publiku. Deshta me thonë që Labi është të shku me strategjinë e patriotizmit, me strategjinë e familjes së shejt, me strategjinë... Po të këtë tema konsumusës publike. Po, dhe me thonë ata populiste edhe duke dasht me fitu kështu. A i përsheh që nuk është kërku edhe po kërkon që 2 ditë është të kërku me dalë për shpije. A, ka për një ma, ka strategji? Ja, me loje ka. Loje ka, se edhe dikon lip në valigje, më shqipë në valigje. Ka mentalitet fitusja i që lip me ndalë për shpije. Po kështu përgjësi, qa pa me nëmë për qëtë castingun e fundit të Big Brother VIP Kosovë? Për qëtë banorët përgjësi, po du me ta marë përfundimisht një me ndrim edhe me përfundu këtë blok. Shumë e knaqun edhe më ka impëlqy thuja se të gjithë, ka karaktere interesante, më vjen keq që ka dalë i Getuari, mendoj që a i kishte mujtë që patëm javën e kaluar në emision. Mi dhanë shpisa dhe popullit në përgjithësi, kishte mujtë mi dhanë një pikpamje të një riu të qetë, se si mundet a i me mbjetu në rëthanat të caktume. Një me ligjën e gjunglës. Kjo është e bukur. Unë kisha pas qef me i pa djallë deri më fund, për ndryshe të gjithë më pëlqenjë shumë. Banori ma cool, cili po do këtë i edicionit? Shoqe, kujdes mikrofoni. Wow, Big Mama. Që kjo është, kujdes mikrofonin për shkajgje, po do të regjia që po folim konstant anglisht, po përdorim tema. Me nuva që ngriva meta une. Kujdes mikrofonin kur të folim anglisht, dhe me thonën e cool, reagun të une. Falnderit shumë. Cili për një me po do këtë personi më atraktiv, se zgudzoj të ashtu? Unë e lëndrimin, unë jam tim lëndrim, unë jam për lëndrim, dhe do t'jem deri në fund. Do me thonë që shpeshoni shtu krejt jena lëndrime. Arbresh, cilin e kiti ma favorit, Lut? Lëndrime për bëhet qaj fenomeni rritëve sociale, dashtëm, qaj e kam rime njëherë me pas vrullën e vetë për dalën për këtë në tjirve, që lëndrimi pozitiv, i kanë shumë djali. Edhe për lyrën e mora vesh që lëndrimi, gjeki e di që lëndrimi, unë jam tim lëndrimi, do me thonë kej tavolina tim lëndrimi.